Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të realizojmë një recet shumë të shijshme dhe shumë speciale, bërzolla me salcë toskana. Salca përgatitet shumë thjesht, shumë lehtë dhe me përbërës që ne të gjithë i kemi në shtëpi. Fillojmë me një herë me përgatitjen. Unë këtu kam fileto vici, por ju mund të merrni dhe fileto gici, ndoshta edhe fileto pule. I marinojmë nga të dy anët me krip dhe piper. Dhe fillojmë t'i skuqim në një tigan me vaj ulliri nga të dy anët. Ndërkohë që bërdzollat skuqen, fillojmë me një herë me përgatitjen e salcës. Grim një qep mesatare. Grim edhe thelpinjt e hudhrave. E veçanta e kësaj salce janë domatet e thara. Marrim disa të tilla dhe i coptojmë. Ndërkohë nga tigani largojmë filetot dhe në të njëjtin vaj kaordisim qepën. Shtojmë një lugë gjelle gjalp, ndoshta ju këtë mund ta evitoni, dhe mund t'i shtoni vaj ulliri. Grim qep të njoma. I shtojmë qepët tek qepa që po kaordiset. Shtojmë domatet edhe hudhrat. Ndërkohë që ato kaordisen për rreth 1 minutë, sepse hudhrat kanë tendencën të digjen shpejt, shtojmë spinaqin. Kujdes, spinaqi duhet jetë i vogël dhe i njomë. Këtu kam pana, 200 ml, një kuti e vogël, e shtojmë edhe ato tek salca. Njëjtë sasinë e panës e shtojmë me ujë. Shtojmë pak djathë kaçkavall, që salca të bëhet kremoze. Dhe sa po të filloj të marri val, shohim ato flluckat e para, shtojmë me një herë bërdzollat e skuqura. E rregullojmë me krip sipas dëshirës. Pak piper të zi. Ndërkohë që salca merr val, fillon trashet edhe pak, diku te pas 10 minutash. Receta jonë është gati. Është shumë e shijshme të konsumohet e ngrohtë dhe është një vakt perfekt, i freskët dhe shumë i lehtë. Ju falenderoj që më ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe.